Okej, Zoti Baçi, pse nuk ka llogaridhënie po flitet për Kukuvajka, Kukumjaçka, histori bufash, bufi mirë, bufi keq? Janë qytetarët ata që kanë fajin që se kërkojnë dhe votojnë politikën, apo politika thjesht e ka mësuar qasin dhe di shtigjet se si mund të marrë votën e tyre? Shiko, e para, domethënë se për zotin Malaj që ka drejtë se i përket asaj kohë politike kur debatoi brenda partisë, edhe kur debatoi edhe me kundërshtarin politik. Pra, bëheshin tryeza, bëheshin debate, ne mbajmë mend dhe s'duam ne, qartësoheshin njerëzit duke parë dhe flitej për shifra, për projekte, për gjëra. Duke e çuar tek bufi, tek Kukumjaçka, te gjithë këto gjërat e tjera, domethënë nën kupton që politika është te spektakli dhe spektakli nuk çon te llogaridhënia, as tek marrja pyetje. Unë dëgjova, Elena, nuk e di kush e ka pyetur Ramën me ndonjë takim, se nuk kam parë, domethënë me sa ndjekum fushatën që të ketë njerëz aty ta pyesin konkretisht se është monolog, siç bën monolog. Ka pafund pyetje, pafund. Në gjitha fushatat, në gjitha takimet elektorale. Unë nuk e di se ku e keni parë ju, po nëse zbrisin terren, ju e dini shumë mirë. Kanë parë adhurime, po e kanë thënë që ti je Skënderbeu, ti je adhurime është çështje tjetër, pastaj se ju gjithmonë ndoshta doni të kapeni në element. Po flas. Unë ndjek fushatat, nuk kam parë pyetje thelbësore. Kam qenë pjesë e fushatave dhe jam pjesë e fushatave. Shmangësh debatin me kundërshtarin. Fushatave në terren. Fushata në terren është tjetër gjë, ne ta ndajmë këtë pjesë. Unë më jet dakord që thotë kryeministri, mua më kanë zgjedhur qytetarët. Po kundërshtarin kush e ka zgjedhur? Publike, po nuk janë qytetarët që zgjedhin opozitën? Jo, nuk janë qytetarët që zgjedhin opozitën. Mandatin e 4, është i mandatuar tani për het 4 do mandatohet. Shikoj më shumë. Mendoj që zgjedhja e qytetarëve është. Me shumë të drejtë, Asimi e pregu një gjë që tha që nëse do bënte një premtim, do të kuptonte që s'ka bërë ato që ka premtuar këto 3 mandate. Kështu që duke fluturuar në 2030-ën, tash ka hequr dorë nga ideja që ti kërkosh llogari. Ti bëre një pyetje shumë drejtë, domethënë koncepti është se qytetarët e kanë fajin sidomos, kisha shkruar madje kisha përmendur diçka të një eset të Vaslava Velit në kohën e disidencës së tij, që ka qenë pushteti i papushtetë, që thoshte që po ta dinë ata perimshitësit që po ta mbyllin qepenin gjithë bashk, janë shumë fuqishëm dhe fillon revolucioni, do të kuptonin që nuk janë aq të pafuqishëm, por duke qenë se pushteti i ndan tek e tek, domethënë ata nuk e dinë dhe nuk mund ta ulin këtë qepenin për t'i kërkuar qeverisë llogari. Se duket sikur është mëkat. Qytetari kthe ka drejt, dhe një herë në 4 vjet kur voton, do të ketë përballë njerëz, qoftë dhe opozitën, duke kërkuar llogari për ato që ka bërë dikur, për ato që premton, po sidomos ai që ka marrë vendime, se ka 12 vjet që ke marrë vendime, nuk është se ke 4 vjet dhe po thua që prit se nuk lan apo të pengoj. Kush e ka penguar Tiranën me marrë vendime këto 4 vite? Ka qenë mashorans, pas ka penguar as nga partia, as nga parlamenti, as një domethënë në këtë pikë, kështu që çfarë mban përgjegjësi totalisht vet. Por është fyse për qytetarët, për mua, që ti të shmangësh çdo lloj llogaridhënie. Ka që nga 2019 do s'bën asnjë debat publik, bën vetëm me Facebookun tek e tek, bën monolog, takohet vetëm me partinë vet, takohet me fansat që e mbështesin. Po pati ndaj pyetje nuk e di se kam lërë të korrigjoj se qytetari në terren zakonisht, në gjitha fushatat elektorale pyet se çfarë s'është bërë dhe çfarë do bëhet, jo çfarë ka bërë më përpara, kështu që gjithmonë qytetarët pyeten çfarë do bëhet një gjë tjetër. Po manë, kërkon llogarinë se s'është bërë një gjë. Nëse ti ke qenë qeveri, un kam drejt me pyet pse më kthej që do bëj këtë dhe nuk e bëre. Pse më thej që minimalisht, domethënë që pyetje patjetër. Ka një pyetje që i thuhet që a ka përgjegjësi kryeministri që gjysma e stafit i tij është në drejt qelis, domethënë në tim, dhe se kur më ke premtuar mua domethënë do bëj një ekip mirë, pra ti mi ke zgjedhur, nuk e zgjodha unë këta ministrat. Dhe minimalisht mam përgjegjësi morale, mam përgjegjësi politike, nuk them penale. Nuk ka asnjë lloj shansi të tillë, kështu që një njeri që s'mam përgjegjësi për këto, është vështirë ta mendosh që do japi llogari apo do premtoj gjëra reale në mandatin e 4. Pa që kjo është gjithur, qeveria ka marrë vendim të mobilën më të ardha në Shqipëri. Jo, ideja është Jo, ka një test politike që funksionon kushtet e Shqipërisë, sepse është vend i vogël për këtë arsye specifike. Zakonisht mandatet e para janë gjithmonë mandate reformatore, dhe nëse ju merrni mandatin e parë zotit Rama ka qenë i tillë praktikisht. Pa çdo rotacioni kemi pas gjëra të tilla. Ndërkohë që mandatet e dyta, një partie janë mandate konsumi, mandatet e treta janë dëshpërimi dhe skandale, siç kanë qenë. Mandatet e 4-ta, them drejtën, është lodhje zotit Rama me Shqipërinë dhe shqiptarët, dhe deri diku nuk e do mandatin për qeverisur Shqipërinë, e do për veten e vet, për një garanci dhe për një plan personal që ka. Dhe njëra gjë ndodhe me palën tjetër. Nuk mund thuash, e përsëris se nuk është detaj i vogël, të qeverisur vendin 12-13 vjet, e thuash prapë një zgjidhja më e mirë për Shqipërinë, është të thuash një gjë largoni nga ky vend, se praktikisht
ti e provuar me çdo lloj forme dhe në çdo lloj mekanizmi. Po ju marr vetëm 2-3 shembuj. Në vitin 2013-2014, nga ato që janë reforma shumë të mëdha që kanabizimi i famshëm, që u mbyll, pavarësisht se u përfshin zyrtar të lartë, një ish ministër i brendshëm u largua, dhe po themi ai që thuhet fiktiviteti në arsim u mbyllën sa universitete. E decentralizoi.